Për herë të parë, një kryeministër shqiptar viziton Bazilikën e Zojës së Këshillit të Mirë në Gjenazzano të Romës, ku ndal për një moment lutjeje së bashku me bashkëshorten e tij. Në këtë vend simbolik për besimtarët shqiptar, Rama përcolli një mesazh shpirtëror, duke ja besuar Shqipërinë, familjet dhe rinin, mbrojtjes së Zojës së Këshillit të Mirë. Në lutjen e tij, kryeministri kërkoi udhëzim, dritë dhe mbrojtje për vendin, duke theksuar rëndësinë e besimit, unitetit dhe shpresës për të ardhmen e shoqërisë shqiptare. O Mari, në ëmbël e Këshillit të Mirë, ka që dashur për bijtë e Shqipërisë në ande dhe jashtë andeut. Sot, po vim të këti, edhe një herë, ta besojmë popullin tonë, familjet tona, rinin tonë. Ti, që je Zoja e Shkodrës dhe mbarë Shqipërisë, na udhëhiq në rrugën e smirës, na jep dritë në dyshime dhe ngushëllim në provën e jetës. Në mbrojtjen tënde kërkojmë strehë, o Virgje e bekuar. Mbroje Shqipërinë, ndriço mendjet tona dhe na bëj të jemi gjithmonë besnik ndaj birit tënd, Jezusit. O Zoja e Këshillit të Mirë, lutu për ne. Amen. I shoqëruar nga bashkëshortja Linda Rama dhe djali i tij Zaho, kreu i qeverisë cilësoi një moment të veçantë vizitën në Bazilikën e famshme, ku gjendet shembulltyra e Zojës së Këshillit të Mirë, mbi një copë të shkëputur nga muri i Bazilikës së Nënës së Këshillit të Mirë në Shkodër në vitin 1467. Në vizitën zyrtare në Vatikan, kryeministri Rama vizitoi Pallatin Apostolik të Vatikanit, ku u prit në oborin San Damaso, nga prefekti i shtëpisë papnore dhe zotërinë të shenjtërisë së tij. Rama do të zhvillojë takim me Papa Leonen në bibliotekën papnore të Pallatit Apostolik. E radhës në agjend është vizita në Bazilikën e Shën Pjetrit, në mjediset e Stanza delle Lacrime dhe në altarin e Shën Gjon Palit të dytë. Në përfundim të qëndrimit të tyre në Vatikan, kryeministri Rama dhe bashkëshortja e tij do të vizitojnë vendvarimin e Papa Franceskut në Bazilikën Santa Maria Maggiore.